Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim sërish për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Tashmë pas raundit të parë kemi raundin e dytë të balotazhit që do zhvillohet në datë 2 nëntor. Akuzat nga kampet politike janë të shumta për dorëheqje. Në një krah flitet për dorëheqje, në tjetrin për referendum. Një palë zgjedhje me shumë paradokse, të cilat ne do t'i analizojmë sërish me zotin Arben Llalla. Zoti Llalla, përshëndetje dhe faleminderit. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe juve. Zoti Llalla, zgjedhje paradoksale, në një krah Ali Ahmeti kërkoi referendum dhe në fakt referendum mori, fitoi sepse ka gati 20.000 vota, në mos gaboj më shumë se Vleni, por komunat i mori Vleni. Ali Ahmeti reagoi pas 3 ditësh, ndërkohë nga krahu tjetër kërkohet dorëheqje për të shkuar në pension. Ju si komentoni këto zgjedhje tani duke I parë më së ftohti? Atë që duhet të them ashtu siç e thatë ju dhe siç është shprehur dhe KQZ-ja, koalicioni I Akit I udhëhequr nga Ali Ahmeti ka mbi 20.000 vota më shumë se koalicioni I Vlen që pretendojnë se janë fitues. Duhet të themi diçka që është interesante që kryeministri I Maqedonisë Mickovski, kryetari I VMRO-s, deklarovi mbrëm edhe sot ka deklaruar nën kryetari Nikolovski që Bilal Kasami është morsminjohës. Neve votuam për kandidatët e Vlenit që në raundin e parë në Gostivar, në Dibër, në Strug, në Çajir dhe në Tetov. Pra pranohet publikisht që votat nuk janë të koalicionit Vleni, por janë vota të koalicionit qeveritar. Pra nuk kemi vota të pastërta si sistemi shqiptare, por kemi vota të një koalicioni multietnik, ashtu që është Republika e Maqedonisë së Veriut. Dhe ata zëra që kërkojnë dorëheqjen e Ali Ahmetit nga vijnë nga kundërshtarët, nuk vijnë nga partia e tij, nuk vijnë nga koalicioni I tij, vijnë pala kundërshtare, domethënë Vleni në këtë rast duam dorëheqjen tënde. Po si mund të japi dorëheqje një njeri, një kryetar partie që është fitues? Ai është fitues, ka 20.000 vota më shumë. Dhe duke patur parasysh që kryeministri Mickovski deklarovi që ne kemi mbështetur thotë që në raundin e parë kandidatët shqiptar të Vlenit, edhe e cilëson shumë saktë qytetet. Çajirin, Tetovën, Strugën, Dibrën, Gostivarin dhe të tjerë. Qytetet kryesore, pra edhe diferenca rezulton sipas deklaratave që mund të jetë më e madhe se 20.000 vota, duke llogaritur edhe votat e VMRO-s, pra që kanë shkuar në thesin e Vlenit. Pra, nëse I shohim, ka rreth 115.000 vota Aki, BDI-ja pra të udhëhequr nga zoti Ali Ahmeti, dhe 190.000 apo 191.000 Vleni që pretendojnë. Pra, në këto 190.000, nëse ne I heqim 30.000, jo më shumë, po 30.000 I heqim, del 60.000 dhe siç e thash raporti është 1-2, që në fillim fushatë dhe kjo dihet. Dhe dje sa është pranuar nga kryeministri Mickovski, dje dhe sot nga nënkryetari I VMRO-s Aleksandr Nikolovski, ministri I transportit, pra numri 2 I VMRO-s dhe numri 2 I qeverisë që thotë që ne kemi dhe janë mosminjohës, thotë, kjo është shumë domethënëse. Pra duhet jemi pak. Pra çfarë referendumi, çfarë dorëheqje duhet të themi do kërkon Vleni apo këta që janë Bilal Kasami apo Izet Mexhiti ndaj Ali Ahmeti? Ali Ahmeti është fitues, pra duhet jemi të qartë. Si mund t'i kërkohet fituesit? Neve dorëheqje. Kur ata janë humbës dhe në zgjedhjet për parlamentare kanë pas 14 deputet, ndërsa Aki ka pas 18 deputet, 4 deputet më shumë, dhe e dim se si hyn në qeveri, hyn me një këmbë, pra hyn si vasal dhe koha e tregovi për 1 vit e gjys janë ministra shqiptar me meca, diskriminimi gjuhës shqipe dhe çdo gjë shqiptare. Zoti Llalla, si historian, studiues, njohës edhe I aktualitetit, aq më tepër asaj që po ndodh atje, edhe I politikës mjaft I mirë, nuk duhet përjashtojmë edhe luftën brenda llojit, që ndoshta është më e keqe se ajo e rivalit përballë. Çfarë mendimi keni brenda koalicionit e brenda BDI-s?